Në planin politik ka dëshmuar kalimin në një moment të ri të aksionit politik të opozitës kryesore të vendit. Dhe jo vetëm si moment, por nga pikpamja e energjisë dhe efektivitetit si bashkimi i militantëve kryesore dhe fansave më aktiv të opozitës, është një moment i ri brenda Partisë Demokratike, por që padyshim mbetet ende e pamjaftueshme përderisa gjithë spektri i opozitarizmit politik nuk është bërë pjesë e këtij aksioni dhe që nuk ka një platformë për periudhën post-protesta. Është protesta e 7 që u zhvillua, është paralajmëruar e radhës prej kryetarit Partisë Demokratike zoti Berisha, por ato episode, të cilat më së shumti si lajm kryesor prodhojnë përballjen e protestuesve me forcat e policisë dhe përdorimi nga të dy palët, njëra i sprajt apo qoftë edhe të mjeteve piroteknike të shpërndarjes së personave dhe nga ana tjetër opozitarët aktiv përdorin molotov, është jo e hijshme dhe aq më tepër, jo efektive për produktin dhe rezultatin politik të pritshëm.